futbolli sot është shumë modern, shumë i shpejt, ndryshon. Ne jemi mësuar atëherë, mbajmë mend që ky luante vetëm këtë role tani po ne kemi kombëtarin shqiptare që Bajramin e kishim Santazis, po e sposojmë në krah. Brojën e kishim qendër sulmues, të gjithë kemi folur për Brojën qendër sulmues, tashmë Broja ka kaluar sulmues ansor. Kështu që edhe rasti Juventusit ka gjithmonë një rotacion të pjesa e roleve. Të të pyes unë të tifozë Juventus, McKennie, di si çfarë roli ka? Jo, nuk. Pikërisht është. Ai është një universal që mund të luajë njëri mes fush, njëri pjesa e sulmit. Një gjallë, vendos. Për Zhegrovën, tregoj pak, çfarë përshtypje po t'jep? Zhegrova? Po normalisht. Pak minutë që ka luajtur. Shko, është në ato, ai është një lojtar që jep ato sinjalet aq minuta sa luan. Është errët për të folur për Zhegrovën, por më bëri përshtypje që i është vendosur totalisht është përkushtuar, sepse një ekip serioz atë ka, nuk jemi në Francë te Lila, e cila edhe pos arriti ato Champions League atë nuk është se prish shumë punë, po. Juventus ka presion, Italia është ndryshe, tifozët i gjithmonë në vëzhgim e tifozët, mediat janë qarkullon në çdo media të mundshme italiane. Kështu që them, Zhegrova besoj që me menaxhimin e dur, Juventusi ka ditur gjithmonë ndër vite që të menaxhojë lojtar të mëdhenj. Ka marrë top atar, Cristiano Ronaldo që ka sjellë aty, ka pasur gjithmonë lojtar të nivelit të lartë dhe mendoj që edhe në rastin e Zhegrovës besoj që do ta menaxhojnë si duhet.